Kam kënaqësinë të jem sot me ju në këtë ngjarje të rëndësishme, ku shënojmë hapjen zyrtare të Institutit të Farmacisë. Ky është një moment i rëndësishëm për Universitetin e Prishtinës dhe për zhvillimin e arsimit të lartë në vend. Themelimi i këtij instituti nuk është vetëm një hap organizativ, por një drejtim i qartë, forcimi i lidhjes mes arsimit, profesionit dhe nevojave reale të shoqërisë. Por, po aq i rëndësishëm është edhe një dimension tjetër, rikthimi i vëmendjes te kërkimi shkencor dhe të prodhimi i dijes. Reformat që po e çojmë përpara në arsim e sheh arsimin e lartë jo vetëm si hapësirë mësimdhënie, por si nxitës të dijes, inovacionit dhe zhvillimit. Në këtë kuadër kemi përcaktuar qartë rritjen e mbështetjes për shkencën dhe orientimin e universiteteve drejt profilizimit kërkimor dhe aplikativ. Instituti i Farmacisë është pikërisht një shembull i kësaj çështje. Ai krijon mundësi që universiteti mos jetë vetëm vend i transmetimit të dijes, por vend ku dija prodhohet përmes kërkimit, analizimit, bashkëpunimit me praktikën. Në një sektor si farmacia, dhe këtë ju e dini më mirë se gjithë ne, kërkimi shkencor është domosdoshmëri. Ai lidhet drejt për drejt me cilësinë e shërbimeve shëndetësore, me sigurinë e produkteve dhe me zhvillimin e industrisë farmaceutike. Prandaj, si Ministri e Arsimit dhe Shkencës, ne do të vazhdojmë të mbështesim fuqizimin e kërkimit shkencor përmes rritjes së financimit, nxitjes së bashkëpunimeve dhe krijimit të kushteve që institucionet tona të prodhojnë dije me vlerë për vendin. Të nderuar të pranishëm, Instituti i Farmacisë ka potencialin të bëhet një ure fort mes arsimit e kërkimit dhe tregut të punës, si dhe një pikë referimi për zhvillimin e këtij sektori në Kosovë. Ky është një hap i rëndësishëm, por edhe një përgjegjësi e përbashkët për ta zhvilluar më tej këtë iniciativë. Ju uroj suksese në punën tuaj dhe rezultate konkrete nga ky angazhim i përbashkët. Për momentin, unë jam para dy sfida. Në ne e di se do të më qenë i shkurt, e në dy do të më fol ngadalë për shkak të përkthimit, e kjo nuk është e lehtë për një filozof, ose dikush që vjen te fakulteti i filozofisë. Unë me shumë kënaqësi e kujtoj që dokumenti i parë që e kam nënshkruar cilësinë e rektorit të Universitetit Prishtinës ka qenë dokumenti për themelimin e Institutit të Farmacisë. Ky institut, unë besoj, sikurse edhe institutet e tjera, ka një potencial të jashtëzakonshëm që të kontribuoj në zhvillimin e më të tejshëm drejt përmbushjes misionit të Universitetit të Prishtinës. Ne dim që misioni i Universitetit të Prishtinës është shumë dimensional, është shumë dimensional. Njëri nga këto funksione që ne do t'i përmbushim është edhe që ta lidhim sa më shumë e më ngusht shkencën me industrinë, me dobin për ekonominë edhe për shoqërinë. Unë besoj fort që ky institut vërtet e ka potencialin, e kanë edhe vullnetin, që dhe ne kam vrejt edhe para disa ditësh në një takim që kisha me kolegë e degës të farmacisë, si dhe duke ditë edhe mbështetjen që ekziston edhe brenda Fakultetit të Mjekësisë, po edhe brenda Universitetit të Prishtinës. Kom pas shumë takime me kolegë, po edhe me kolegë nga Shtetet e Bashkuara që na kanë ndihmu, ju kanë ndihmu Institutit Farmacisë, edhe mu themelu, po tash edhe drejt hapa planifikimit se ka mu zhvillu në të ardhmen. Dhe një profesor nga Shtetet e Bashkuara ma ka shpjegu shumë thjesht, madje që ku arrit me kuptu edhe edhe. Edhe ajo shpjegon të sistemin se si funksionon të ta. E tha ne kemi
studimet e farmacisë, të mjekësisë po dhe stomatologjisë, nivel shumë të lartë, shumë konkurrues, me qenë se që të 3 degët disiplina funksionojnë në mënyrë autonome, po ngusht lidhura me njërin tjetrin. E kjo, para disa kohë ne kemi pas rasti këtu më mbledh me festu 50 vjetorin e stomatologëve. Tani jemi mbledh me shënu këtë institut të farmacistëve. Unë besoj që ne nuk duhet të jemi modest, duhet të jemi ambicios për të ardhmen edhe me planifiku mirë këtë e pa hungut, po pa humbë kohë, s'kem kohë me humbë, me ndërmarë hapa. Unë e di që disa thojnë që farmacistë janë shumë të veçil. Ata do doja me rekrutu që të gjithë publikisht që pacienti vogël nuk mund është më bojë madhë. E në këtë rast, ne si Universitet i Prishtinës, ju si disiplinë shkencore farmacisë, e keni një detyrë që ne duhet me dojtë zërë, bashkarisht. Njerëz të Kosovës, pacientë, gjithë e meritojnë që të garantohen ndër të tjera që marrin edhe borna cilësore, që ato borna i kanë ato përbajtje që ju shkru në paketim. E unë e di që ka shpeshere vështërsi, e ndoshta edhe keqbërje në këtë drejtim. Pra në që ose heq kur gjo tjetër, ky institut do dojë mu forcu fort që me garantu që në këtë vendin tonë, me qenë shërbim të publikës që vërtet e garantujnë cilësin e borna. Mjekët sot do që jenë të mirë atje, që ose e përshkrujnë terapinë e duhur, po terapia nuk e ka substancën e duhur, ata do që gënjehen edhe në fakt do të bëhen edhe ma konfuz sepse nuk po duken rezultatet e trajtimit. Kështu që soj përket nivellit qendror qeverisës rektoratit, e dini, duhet të ripërsëris që e keni mbështetje në plot për çdo gjë, po ju farmacist, ju njerëz të disiplinës shkencore, jeni motori për me zhvillu disiplinën, mbështetjen e keni jemi bindur edhe jo vetëm nga universiteti, pjesë e cilës jeni ju, po edhe nga Ministria e Arsimit dhe nga gjithë ta institucionet e tjera dhe nga gjithë shoqëria. Është nder i veçantë për mua sot në cilësinë e drejtoreshës së Institutit të Farmacisë t'ju përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje. Në këtë ngjarje të rëndësishme e cila shënon lancimin e Institutit të Farmacisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë Universitetit të Prishtinës, të organizuar në bashkëpunim me projektin For Innopite 2. Sot nuk përshënojmë vetëm hapjen e një strukture të re, po e shënojmë institucionalizimin e një vizioni që synojmë ta lidhë ngushtë akademi me praktike profesionale, industri, shërbime shëndetësore, zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit farmaceutik në Republikën e Kosovës. Sot kemi kënaqësinë që në hapjen zyrtare të kësaj ngjarje t'i dëgjojmë fjalët përshëndese të përfaqësuesve të institucioneve kyçe, që e kanë mbështetur dhe kanë shoqëruar këtë rrugë.